Lajmi I fundit. Shenjë është paditur për kalimin 3300 herë mbi limitin ligjor të PFA-s dhe për kancer dhe kimikate të rrezikshme në rrobat e fëmijëve. Prokurori I përgjithshëm I Teksasit padit shenjë për shitjen e produkteve toksike, duke I quajtur rrobat e tyre transportues të heshtur të helmit për foshnjët e sapolindura, gratë shtatëzan dhe fëmijët. Testet e pavarura laboratorike zbuluan shumë kimikate toksike në produktet e shenjtë, duke arritur deri në 3300 herë mbi kufirin e lejuar ligjor. Ata gjetën prishës të sistemit endokrin kancerogjen të mundshëm në shumë produkte deri në 100 herë më shumë se limiti ose më shumë. E dyta, kimikate të përjetshme, prishës të sistemit endokrin kancerogjen të mundshëm në shumë gjaketa deri në 3300 ose më shumë se limit. Plumbi në sandale në 2.67 herë më shumë se limit. Kadmiumi, kancerogjen I mundshëm në këpucët e ty, kancerogjen për njeriu në një kostum për fëmijë. Në produkte specifike për fëmijë u gjetën PFSA e shumë metale të rënda mbi kufit e lejuar ligjor. Kur janë kapur nga testet laboratorike në të kaluarën, shenjë thjesht I ka hequr produktet e shenuar dhe ka nxjerrë në shitje produkte identike nën SKU të ndryshme. Këto janë rroba plastike toksike të derivateve të naftë, të prodhuara në fabrika me raste të dokumentuara të punës së fëmijëve dhe janë ekspozuar shumë herë ndaj rrobave të ndotura. Praktis modën shpejt. Prandaj prindër I dashur, kujdes, mos blej në shenjë. Besoj e pat edhe ndëgjut edhe vetë këtë pjesë që janë teshat e tyre kancerogjene. Do me thonë kujdes në përshëndetjen e fëmijëve t'ju, sa nuk është donë.